Mirë, kthehemi në intervistë me legjendën e futbollit shqiptar, duhet ta them këtë, Xhani Debiazin. Xhani, një nga momentet që unë mbaj mend me shumë simpati është mënyra se si ti ike nga kombëtarja e Shqipërisë. Ti e kuptove që erdhi mbyllja një cikli, po prita atë momentin kur arrite fitoren e fundit, parë se ti dorë që të largoheshe. No, avevo già deciso prima della partita contro l'Israele. Jo, mund të themi që e kisha vendosur për para ndeshjes me Izraelin. E kisha vendosur vetë pavarësisht se si e kisha thënë kujt, sepse ndjeja. Ero stato qua 5 anni e mezzo. Se isha këtu 5 vite e gjysmë në Shqipëri. 5 e gjysmë. È giusto. Ero arrivato alla fine di una corsa. Dhe kisha mbritur në fund të një rrugtimi. Non resto qua per prendere lo stipendio. Nuk rri këtu për të mbajtur për të marrë rrogën. Ho chiamato il presidente dopo la partita, gli ho pas fitores kontaktova me presidentin dhe i komunikova që kaq ishte, duhet ta mbyllje. Pse e thash? Sepse mungonin 4 ndeshje. Ne ishim të tretët. Sepse ishim Spanjën dhe Italinë atë grup eliminator. Po përtek kësaj ishim në vendin e tretë. Ci fossero 4 partite da poter kishin mbetur 4 ndeshje, por që këto do të shërbenin për trajnerin e ri, do t'i shërbenin trajneri i tri për projektin e ardhshëm, eliminatorit europian. Unë në këtë rast bëra një gest dashurie në raport me Shqipërinë dhe federatën. Dhe nuk ishte fakte fare as pak për të vazhduar për të marrë para. Perché non è che sono andato via perché avevo una squadra che mi aveva già fatto un contratto. A novembre poi sono andato in Spagna. Nuk është se u largova për shkak të kontratës. Sepse unë nuk të shkova në Spanjë. Shkova te Alaveshi në nëndor. Ho mollato e sono andato a casa. Pastaj eksperienca me Azerbajxhanin. Unë besoj je dakord me mua kur unë them që kulmi profesional patjetër është Shqipëria. Io credo che io sono andato in Azerbaijan cercando e provando a fare quello che ho fatto qua. Unë shkova në Azerbajxhan për të tentuar, krijuar dhe për të bërë atë që bëra këtu, por ka një diferencë mentaliteti thelbësore të kualitetit dhe të ambientit. Qui giochi la partita, giochi ed è una festa ed è Këtu luaje ndeshjen me ekipin kombëtar, ishte një festë, vinin njerëzit të mbështesin. Në Azerbajxhan s'vinte askush në ndeshje. Aty shkonin Karabakun në kampionat. Alla nazionale ci vanno 2-3 mila. Te Karabaku shkonin 30.000, të ndeshjet e ekipit kombëtar shkonin 2.000. Io in Azerbaijan ho vinto 5 partite in fila. Unë në Azerbajxhan fitova 5 ndeshje radhasi me kombëtarë dhe nuk do t'i fitojnë më kurrë në historinë e tyre. E sono andato via dopo 3 anni e mezzo perché u largova nga Azerbajxhani pas 3 vitesh e gjysmë sepse quel signore lì che c'è nella foto lì, Armando. Nuk askush mbrapa, nuk më ndihmon. Ai zotria që e kemi në foto mbrapa, që është Armando. Ai më dëgjonte. Dhe më thoshte dhe më dha gjithmonë rrugë të lirë. Më kishte dhënë gjithmonë hapësirë të lirë. Dhe unë gjithmonë më duhet i them Armandos faleminderit që më dhe mundësinë për të punuar. Sepse i thosha shpesh, president, më duhet të shkoj të shoh filanin në Gjermani. Shko Xhani, shko, nuk ka problem. Të gjitha këto situata do që në Shqipëri, në Federata, Armando më dha dorë. Në Azerbajxhan përgatita shumë gjëra. I fusin sirtar dhe nuk mere në atë histori kur ata nuk e vinin ujin e zjarë për çështjen e tyre. Ho mollato per cercare di andare. Per il momento non ho ancora trovato niente. Per momentin nuk kam gjetur asgjë. Këtë desha dy pyes. Ju dhe temi aktiviteti aktiv pra në futboll. Si ju kam parë në komente, në televizionet italiane, në kanalet zvicerane, por ju shoh akoma shumë aktiv fizikisht për të... Dhe një gjë tjetër, që ta mbyll, pyetjen, nuk shoh shumë trajner cilësor italian. Allora, io credo di aver fatto un sacco di errori nella mia vita. Unë besoj që kam bërë shumë gabime në jetën time. Edhe kur fitoja. Oggi mi rivedo con 10-15 anni di ritardo e dico Tani i mendoj në pas 15 vitesh dhe them sa budalla kam qenë në ato momente. Sa budalla ishe në ato momente. Perché avevo questo atteggiamento da
dittatore, fai questo, fai quello. Mbaja një qëndrim prej diktatorit. Pak ishe, pak dittatori. Eri un po' dittatore. Però c'è modo e modo anche di comunicare. Por ka mënyra e mënyra për të komunikuar edhe në dhomat e zhveshjes. Anche in modo diverso. Ku mund të arrijnë rezultate në një mënyrë tjetër. Modo di agire. Por unë kisha vetëm një mënyrë për të reaguar. Kur erdha në Shqipëri, erdha në mënyrë tjetër të arsyetuarit. Për të thënë të vërtetës. Vorrei che la gente mi desse sempre il 110%, il 100 non mi basta. Edhe pse desha që mbështetja nga njerëzit ishte 110, jo 100%. Por në momentet ndryshme, kaloja cakun dhe bëja gabime. Po kjo përkthejnë eksperiencë. Dhe unë tani jam shumë ndryshe se Gianni Di Biasi i 2012 apo 2016, sepse ka kaluar shumë vite. Në këto 10 vite janë maturuar shumë gjëra. Kanë pasur shumë momente reflektimi, sepse janë ndryshuar dhe modulet e aftësisë për të kritikuar. Dhe unë mendoj që tani unë kam mundësin, aftësin që për të menaxhuar çdo lloj situate, vetëm se nuk më thrasin. Po pra ju do të ishit i hapur për një ofertë për të rikthyer për të stërvitur një skuadër, qoftë edhe klubesh apo temi një përfaqësuese? Io sono stato già contattato a marzo di quest'anno per marsin e këtij viti un grande club in Italia. Unë kontaktova për të trajnuar një klub të madh në Serie B në Itali. Diciamo subito, via. Bëj fjalë për Palermo. Manchester City alle spalle, Manchester City ishte afër Palermo sa i përket aksioneve. Di fila e non hanno più cambiato. Dhe fituan 2 ndeshjet e radhës dhe nuk ndodhi. Më kërkuan që të drejtoj Persepolis në Iran, vitin e kaluar. Në këtë moment të shkosh në Iran është një lloj të rrezikosh kockat. Ho cercato, non è che sono costretto per forza nuk është se jam i detyruar për forcë për të shkuar për të punuar, por kam mundësinë për të bërë zgjedhje. Nëse unë gjej mundësinë që më pëlqen, gjej opsionin që jam brenda me 100% të projektit, por në aspektin fiktiv nuk është se jam i detyruar të jemi sforcuar për të bërë një zgjedhje. Je bërë pak tekanjos themin e në shqiptar, pra në Shqipë, je bërë pak për zgjedhës. No, non sono difficile. Adesso lo sto dicendo in maniera un po'... Nuk jam i vështirë, jam duke e thënë në një mënyrë pak allegorike. Per raccontarmi un po' così. Per ta treguar si histori. Jam shumë ndryshe. Mi affascina perché mi racconta 2 o 3 sciocchezze, io ci credo. Në një moment të dytë vjen dikush ma mbush mendjen, më tregon 2-3 idiotësi dhe mi prende a livello di cuore. Por nëse një diçka ma mbush zemrën dhe ma mbush veten, unë shkoj. Por ajo që më pëlqen është që kam një dëshirë të çmendur, kam një pasion të çmendur që të vazhdoj ta bëj. Çfarë bën Gianni Di Biasi ndërkohë që pret